Seanca parlamentare e kësaj tërheqjeje u zhvillua në të njëjtën ritëm polemikash si shumë prej mbledhjeve të fundit ku diskutimet politike zënë vendin kryesor duke lënë hije rendin formal të ditës. Përplasjet nisën që në fillim teksa opozita e përdori debatin për të ngritur akuza ndaj qeverisë lidhur me raportin me drejtësinë dhe me qëndrimin ndaj hetimeve të prokurisë së posaçme. Në qendër të kritikave ishte kërkesa e SPAK-ut për çështje që lidhen me imunitetin e zyrtarëve të lartë, përfshirë dhe emrin e Belinda Ballukut, si dhe propozimin e socialistëve për ndryshime ligjore që parashikojnë pezullimin e një zyrtari shtetëror nga detyra. Opozita e cilësoi këtë nisëm si përpjekje për të vendosur barriera politike ndaj veprimeve të drejtësisë, ndërsa majoranca e mbrojti si një mekanizëm ligjor dhe institucional. Zoti kryetari Kuvendi i Shqipërisë në agjendën e tij duhet ketë vetëm një pikë që ju keni 2 muaj që e mbani zvarr, e të rishni zvarr, duke e kthyer Kuvendin e Shqipërisë institucionin e vetëm në botë që bëhet bunker ndaj zyrtarëve të korruptuar. Dhe kjo çështje është futja me urgjencë në rendite e kërkesës prokurisë për të hequr imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Dhe as na njoftoni që përmes një ligji keni vendosur të jepni mbrojtje politike kryeministit dhe ministrave nga veprimet hetimore të prokurisë së posaçme. Jeni i vetmi vend në botë që miratoni një ligj për të mbrojtur veten. Debatet u bën më të ashpra në momentin e përplasjes mes krehut të grupit parlamentar socialist Auland Balla dhe deputetit demokrat Kazmend Bardhi. Nuk ka kërkesë për heqje imuniteti. Sa i përket një kërkese për dhënie autorizimi, zotrote si antar i atij këshilli i emëruar nga zoti Peleshi si kryetari i këshillit, jeni njoftuar sikurse jam njoftuar edhe unë në datën 23 ora 10:00 për të vijuar me mbledhjen. Të t'jap leksione të drejtës kushtetuese Auland Balla është 2 herë fundi botës. Po, 1 zëri 8-0, gjykata kushtetuese i ka thyrë hundët kryetarit tuaj dhe juve gjithë bashk që dilni studio dhe thonit që ministri nuk pezullohet sepse ka status të barabartë me deputetin. Dhe gjykata kushtetuese thot, paraprakisht, gjykata vlerësoi 1 zëri se imuniteti i ministrit rregullohet nga neni 103 dhe 73 i kushtetutës. Në regjimin kushtetues të imunitetit të ministrit, ashtu sikurse të deputetit, nuk përfshihet garancia e parashikuar në nenin 242.2 e kodit procedurës penale, sipas cilës masa e pezullimit ushtrimit të detyrës nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Pra për 2 muaj ju keni mbajtur peng kërkesën e prokurisë për arrestimin e Belinda Ballukut me argumentin antikushtetues se SPAK-u ka shkelur ligjin që ka pezulluar zëvendës kryeministren tuaj. Bani televizorët ndezur në orën 16:00, kryeministri Rama dhe presidenti Trump së bashku në mbledhjen e parë të bordit paqes aty ku i takon Shqipërisë tjetë o gas. Socialistët e qarkut Fieri u bashkuan më njëherë debate duke ndërhyrë njëri pas tjetrit në mbrojtje të Ballës, situatë që në disa momente shkaktoi edhe të qeshura edhe batuta në sallë. Zoti Kazmend Bardhi erdhi në Fier si i madhi Gaz Bardhi dhe iku nga Fieri si mbas Gardhi. Qytetarëve të Fierit i kanë bërë një premtim ku kam qenë fushat, që kjo zonja që po deformon vullnetin e qytetarëve me paratë e korrupsionit do të shkojnë në burg. Dhe kanë bërë premtimin, ajo do të shkojnë në burg. Me apo pa ty zeqinen e gjithë zagarët e vetë që i ka sjell tu në sallën e Kuvendit. Ti Gazo erdhe në Fier këtu më shik këtej, shiko në sy. Po, shiko illo. Ti erdhe në Fier vetëm për të pirë gjini o yll bote. Atje në 2 të natës e për të shkëlqyer sy xixa, gjithashtu edhe për të ngrënë qoftet e lokali i lagjes. Për këtë erdhe ti. Mes toneve ironike dhe akuzave politike, Bardhi t'i erdhi në ndihmë një zë i papritur nga kampi i opozitës, ish kryeparlamentarja Josefina Topalli, dikur kundërshtarja e tij politike, duke shtruar një tjetër episod të pazakontë në seancën e tensionuar.
Kur kam hyrë për herë të parë në parlament, Partia Socialiste është përfaqësuar nga Fatos Nano, Dritër Agolli, Profesor Servet Plumi, Namik Dokle e tjerë. Që të përfundojnë Partia Socialiste në parafolsit nuk e kisha imagjinu kur. E dashur Jozefin, ti duhet ja dish për falemnderi doktorit se luli të kapi prej zheles edhe të qiti jashtë. Unë e kuptoj që ti ke nostalgji për atë kohën tënde, ishte koha të arta ato, por e dashur zonjë, gjërat kanë ndryshuar tani. Jemi në një epokë tjetër, nuk jemi më në ato epokën tënde kur të kapje prej zhelesh e të qisje jashtë nga atje lartë. Pavarësisht klimës së debatit, kuvendi vijoi më pas me shqyrtimin e projekteve të parashikuara në agjendë përfshirë nismat për statusin e minatorëve, trashëgimin kulturor, aksizat, qeverisjen elektronike, si dhe zgjedhjen e anëtarëve të ri të bordit të Bankës së Shqipërisë.